me tërhjek në partitë e veta edhe Lisa Guxo shpesh që krahasohet me ta. Unë tash s'pak t'i lexova që kishim pas dasht para disa ditëve të shkoj në familjen Rugova ku nuk e kishim pranu. Kanë edhe të drejtë për arsye se kur përmendet emri i presidentit historik Ibrahim Rugovës, çdo kush e asocion me LDK-n. Lisa Guxo dhe të tjerë të cilët janë pjesë e kësaj liste në mënyrë apo tjetër së bashku me Vjosa Osmanin e kanë dëmtu LDK-n, kështu që ata kanë drejt me majtë këtë qëndrim. E dim që disa mandate ka qenë edhe vajza e prezidentit Rugova, ka qenë pjesë edhe ka qenë në parlament, edhe pse nuk ka qenë e shquar, kisha me thonë me ato kontributet e veta, edhe pse ka qenë në disa mandate, ka qenë një prej matë kritikumve që nuk ka qenë shumë, do më thonë, shumë proaktive. Aspak, jo shumë po heq, aspak. Heq. Mirë, edhe, se po e mbaroj tash, pastaj ju vazhdani, është në rregull. Aty janë për me dhonë projekt propozime me marrë iniciativa, ajo është detyre e atyre deputetve. Se kom taku që ka thonë nëse e merë qëtë u Rugovën, kena me votu LDK-n. Asë një njëre se kom taku. Nuk shurështi për takime për njërë. Unë nuk e takon për nërë. Adër me thonë, bravo, bravo, që do se pritët na me dorë dytë të aportë. Ka njerës të cilët kanë admirim për familjen Rugova, Grenar, së shashtë. Unë veç që Grenar së shdaher, që një minutë, se po e kry. Ka admirim edhe ka një pjesë dhe më thonë shumë e madhe LDK-s, për dhe njerës që ndoshta e kanë votu me kohë ndoj parti tjetër, si për shembull VV-n apo Guxon, apo Guxo është veç listë, nuk është edhe parti konkret, po do ta votojnë. Edhe mendoj që ndoshta me këtë zotin Rugova të riun, mendoj që ai do të vjen ma tepër vota se sa motra e vetë dhe do të jetë ma aktive, këtë preferoj. Por, është strategji e mirë, sa i përket zotit Veliu, mendoj që zoti Abdigjiku është mirë me përbashku lidhjen demokratike, kur shohim që në PDK përsëri mendojnë edhe ta afrojnë zotin Limaj, kur gjë ma tepër, as ma keq, as ma mirë, bilem nështë edhe ju në qatë